Gjykata e apelit në Greqi ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj Klement Balilit, shqiptarit i cili sot rezulton personi më i kërkuar nga policia. Report TV ka siguruar korrespondencën mes Interpol Athinës dhe Interpol Tirana, ku në 30 janar 2017, zyra Interpol Athinës njoftoi kolegët në Tiranë se urdhër arresti ndërkombëtar FE 7698, datë 17/5/2016 është ende në fuqi. Mëtej, Interpol Athinas sqaron se është e nevojshme të vazhdojnë kërkimet ndaj tij dhe të njoftohen nëse është lokalizuar ky person, janë identifikuar generalitetet e tij dhe nëse përdor apo jo të njëjtën pasaport me numër BF 26 13 552 apo ka një tjetër mjet identifikimi. Në më pak se 2 vite, ky grup është përgjegjës për transportin dhe trafikun e 3.8 ton kanabis dhe 83 kg kokain. Por ku operonte organizata kriminale për të cilën autoritetet greke bëjnë përgjegjës Klement Balilin? Referuar materialit të hedhur në sistemin zyrtar të Interpol, hetuesit grek sqarojnë se kjo organizatë përbëhej nga një numër i madh personash me komsi greke dhe shqiptare. Objektivi i tyre ishte transportimi dhe shpërndarja e sasive të mëdha të drogës, kanabisit dhe kokainës. Ky aktivitet sipas Interpol Athinës kryhej në Austri, Belgjik, Greqi, Holand, Spanjë, Angli dhe disa vende të tjera. Për të realizuar transportin e drogës, grupi përdorte kompanitë e transportit të regjistruara në Austri dhe Bullgari. I gjithë ky aktivitet, sipas hetuesve grek, është kryer me financimin e Balilit, i cili është edhe personi që kontrollonte grupin kriminal. Për të bindur me fakte autoritetet shqiptare, Interpol Athina rendit edhe disa nga sasitë e drogës, për të cilat, sipas tyre, përgjegjës është organizata e financuar nga Klement Balili. Siç shihni në këtë faksimile, në 2 vite, pra gjatë periudhës 2014-2016, sasitë janë si më poshtë. Greqi 441 kg kanabis, Serbi 678 kg kanabis, Angli 23 kg kokain, Bullgari 531 kg kanabis, nga Holanda sasi të paveshuara kokaine, nga Belgjika 60 kg kokain, 1000 kg kanabis me prejardhje të panjohur, 451 kg kanabis në Patra të Greqisë dhe 678 kg kanabis në 6 maj 2016, që është edhe sasia e fundit kur u arrestuan anëtarët e këtij grupi. Por si po operohet për arrestimin e Klement Balilit për llogari të drejtësisë greke dhe asaj shqiptare? Burime për Report TV nga grupi jetimor bëjnë me dije se për kapjen e Balilit është kërkuar ndihma e prokurorisë për të dhënë lejen e përdorimit të pajisjes speciale të gjurmimit, siç është pajisja e njohur IMSI Catcher, e cila gjurmon dhe lokalizon telefonatat edhe për numra të paregjistruar në hapësira të ndryshme.